E pra të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lili në kanalin Monitor TV për të sjellur lajmet më të fundit që kanë të bëjnë me ngjarjet më të nxehta, do të thënë ngjarjet më të zjarrta të showbizit shqiptar. Adioni, i eliminuari i fundit nga ferma VIP, i cili doli nga ferma me një situatë jo të këndshme, ka qenë kohëve të fundit shumë aktiv në rrjetet sociale. Ai tashmë besoj që e ka kuptuar qëndrimin e tij dhe siç duket ndjehet shumë i penduar. Unë mendoj që çdo njeri në këtë univers mund të bëjë gabim, si mund të bëjë Adioni, mund të bëjmë edhe ne dhe nuk janë gjëra që në fakt to që falen. Nga ana tjetër, e dashura e tij, një lidhje e cila u krijua brenda në fermë, në shikim të parë ishte një lidhje që nuk besoheshte sepse nisi shumë e qetë, nuk e pati atë luftën e bukur të emocioneve, nuk i pati ato luftra që ne jemi mësuar në fakt i shohim nëpër këto lloj reality show, por siç duket Adioni edhe Ola e kanë patur brenda shpirtit të tyre të gjitha ato ndjesi të bukur që e kanë ndërtuar. Që në natën e parë që Adioni u largua, do me thënë, nga ferma dhe situata që ndodhi menjëherë me Olën kundër drejt Arbanës, siç duket që ditën e djeshme kur Eduard Grisha i bëri atë rrëfimin dhe u mundua që në një farë mënyre ta sqaron dhe situatën e Olës që brenda fermës, në gjitha atë tension të madh, në gjitha atë agresion të madh, në gjitha atë luftë të madhe që ndonjëherë fermerët edhe nuk arrin dot të kuptojnë mesazhet nga jashtë, në gjitha atë dinamik të madhe, duhet kuptuar që bëhet fjalë për një vajzë 23 vjeçe e cila mund të bën gabime të tilla të cilat janë të falshme. Domethënë gabim që në fakt u fal menjëherë nga ana e Arbanës. Arbana nuk është se e mori shumë keq, sepse këtu nuk ishte fajtore vetëm Ola, por ishte fajtore edhe Gresa, sepse edhe Gresa pati një qasje shumë të ulët kundër drejt Arbanës. Por fjala e thënë nga ana e Olës mori vëmendje. Gjatë një diskutimi që bënte tani Ola së bashku me Vanesën, e pyetur në qoftë edhe me Sarën, e pyetur në qoftë se nesër do të bësh një lloj monologu kundër drejt publikut, Ola tha nëse do ta ndjej për të kërkuar falje do ta bëj, nëse jo nuk do ta bëj. Domethënë Ola ka një lloj dyshimi që produksioni nesër mund të sillet shumë keq dhe ajo mund të ndihet tepër e ofenduar dhe mund të mbajë qëndrimet e saj. Por në anën tjetër, Adioni është duke bërë një luftë të madhe virtuale për t'i mbushur mendjen publikut që duhet t'i japin edhe një mundësi Olës. Me thënë të drejtën, unë e ndjej që Ola do të ketë edhe një mundësi për të qëndruar brenda në fermë. Fillimisht një herë, ferma nuk mund të nxjerrë të gjithë banorët nga aty sepse nëse të gjithë do të dalin humbet kuptimi. E dyta, besoj që janë edhe 60 ditë në pyetje ku këto banor do të kenë mundësinë edhe për ta ngritur veten e tyre, por edhe për ta degraduar veten e tyre. Në qoftë se Agai vazhdon duke i dënuar fermerët në këtë formë, që hiq njërin, hiq tjetrin, atëherë do të thënë çfarë banorësh duhet futur për të ndërtuar spektakli. Ky është dyshimi im që unë e kam. Arsyeja pse u hap televotimi ishte vetëm urrejtja e madhe që u krijua kundër drejt Olës. Por unë e thash që natën e mbrëmshme nuk do të thotë që është hapur një televotim dhe Ola mund të largohet nga ferma. Përkundrazi, fansat e Olës, njerëzit e afërt të Olës mund të jenë të zjarr për të votuar dhe Ola të qëndrojë brenda në shtëpi. Adioni siç duket e ka vazhduar marrëdhënien me Olën. Do të thënë Adioni ka parë diçka më shumë tek Ola përtej asaj që ne jemi munduar që ta shohim. Në fillim Ola ishte shumë e dashur, ishte shumë pozitive. Më pas, do të thënë, Ola filloi të krijonte ca strategji, biseda me kamerat, sikur ka ndonjë xhin brenda në shpirt, më ka qenë banor shumë dimensional. Dhe unë mendoj që ferma nuk do ta heqën Olën si banore shumë dimensionale, sepse ka marrë një rol të rëndësishëm. Mendoj në qoftë se Ola vazhdon të jetë në fermë edhe të merr atë përgjigjen me dritë të gjelbër që ti duhet të jesh këtu brenda, ajo do të shndrohet në banore edhe më e ashpër për faktin sepse vetë fakti që publiku e ka përzgjedhur të qëndrojë në shtëpi, mendoj që do t'i dhuroj Olës krah të mëdha. Unë personalisht në analizën time dhe mendimin tim, unë nuk e besoj që Ola nesër mbrëma do të lërë shtëpinë, por mendoj që edhe kjo forca që në fakt fansat e Olës dhe Adi po bën nga jashtë, mendoj që do ta mban Olën brenda. Por më pyesin edhe në Instagram dhe në TikTok a mendon që do të
kthehet Adioni. Mendoj që nuk do ta kthejnë Adioni në ferm, sepse tashmë Adioni ka një lloj fotografie se si qëndron puna jashtë dhe mendoj që kjo pak do ta pezullon, por ajo që në fakt do të bëj lojën edhe më të fortë brenda në ferm dhe situata do të bëhet edhe më dinamike, do të jetë Ola.